Komisioneri për zgjerimin e Bashkimit Evropian Oliver Varhej u shpreh se BE-ja do të donte të shihte më shumë dinamik në negociatat mes Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara prej saj. Komentet e tij zyrtari i lartë i bëri në forumin e tretë ekonomik të mbajtur në Tiranë. Ky forum u organizua online për shkak të krizës shëndetësore të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Varhej tha se si për Serbinë ashtu dhe për Kosovën është thelbësore që të shfrytëzohet mundësia aktuale për të avancuar në dialog. Ky proces duhet të vazhdojë sapo të formohen institucionet e Kosovës, ishte komenti i tij. Shpresojmë të shohim një stabilitet më të madh politik në periudhën e ardhshme në mënyrë që Kosova të përshpejtojë proceset e reformës duke përfshirë sundimin e ligjit dhe zhvillimin socio-ekonomik, tha Varhej. Sa i përket procesit të liberalizimit të vizave, ai u shpreh se beson që Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet për heqjen e tyre. Sidoqoftë, jo të gjitha vendet anëtare janë të bindura për këtë, prandaj ne i bëjmë thirrje autoriteteve në Kosovë të kontaktojnë me to për ta rregulluar një gjë të tillë. Kosova është Europë, theksoi ai. Në nivelin e Ballkanit Perëndimor, Varhej sqaroi në një panel të quajtur Premtime të vonuara se Bashkimi Evropian është zotuar se i gjithë rajoni do të jetë pjesë e bllokut evropian dhe se po punohet për ta përmbushur një gjë të tillë.